Atëherë, mirëmbrëma të gjithëve. Ju faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë zyrtare për mediat, kombëtare shqiptare, para ndeshjes me Çekin. Ne jemi si zakonisht me trajnerin Silvinjo dhe me kapitenin Gjimshitit. Pyetjeve tuaja. Do t'ju lutesha vetëm nga një pyetje, duke qenë se jemi shumë numër sot, kështu që kërkoj edhe mirë kuptimin tuaj, edhe koha në dispozicion është. Do të fillojmë një herë me pyetje për Gjimshitin. Koli? Po, Sokol Gjani, Supersport, Berat, momenti që gjithë prisnin prej 8 vitesh ka ardhur. A jemi gati për marrë një fitore për të afruar shumë me Europianin nesër? Moment që 8 vite nuk e di, ndoshta kështu e shihni ju, ne ndeshje për ndeshje, besoj në futboll duhet ta fokusohesh ndeshje për ndeshje, sepse nuk e din ç'a vjen pastaj. Kështu që momenti sigurisht që është një moment i bukur, i vështirë, po prapë jemi shumë gati të përballemi këtë ndeshje. Erion Tote, Televizioni Klan, keni pasur dëshirën, keni akoma dëshirën, duket edhe vullneti i lojtarëve për të luajtur në këtë ndeshje. Mirë po nga ana tjetër ekziston edhe mundësia e euforisë. Si mund të arrini ta shmangni këtë? Sigurisht që besoj euforia është më shumë nga jashtë, se sa nga brenda. Na e dim vlerat e kundërshtarit, i dim vlerat tona. Besoj çdo ndeshje ka atë të vetën, besoj ka më qenë shumë e vështirë, po prapë besojmë në kualitetin ton, në ekipin ton, dhe kështu që përballem me maksimumin dhe japim gjithçka nesër. Enos Karço, RTS Sport. Berat, nuk do kesh këtë herë në krah Ismailin. Sa problem është për një qendërmbrojtje e konsoliduar, ti mungoj njëra pjesë që është edhe e rëndësishme madje. Sigurisht që është një mungesë për gjithë skuadrën, siç është Ismaili, po besoj që kemi lojtarë që janë me vite këtu në kombëtare, siç edhe të tjerë të qendërmbrojtëve, dhe besoj nuk ka më qenë problem. Sidomos edhe për mu nuk është që i besoj njërit më shumë apo tjetrit, i besoj gjithë lojtarët që luajnë me mu njësoj, dhe besoj do t'ja dalimi. Berat, Endi Tufa, Top Channel. Berat, kemi luajtur një ndeshje me Çekin dhe e njohim pak a shumë. Nuk e di si eshe këtë përballje të dytë krahasuar me ndeshjen e parë, pra. A kemi në shanse të bëjmë gjë të gjë që bëmi Polonin? Besoj që pam që është një skuadër shumë fizike, që luan shumë krosime dhe goditje standarde janë shumë të rrezikshme. Kështu që besoj që ka më qenë edhe po thuajse njëjta ndeshje nesër, besoj kanë shumë kualitet në lojtarët, sidomos në individual. Dhe besoj nuk ishte lehtë atje të luajmë, të marrim barazimin. Besoj se ata kishin më shumë raste, të them drejtën, se sa ne, po prapë ja dolim barazimin, kështu që nesër besoj ta shikojmë, ndoshta kemi ne më shumë raste dhe provojmë ti japim gjithçka për ato raste me të mishënu. Ernest Koçi, Report TV. Berat, si sot 8 vite më parë keni shënuar kundër Armenisë dhe na çuat në Europian. Beson se nesër mund të përsëritet historia? Pash sot në Instagram që ishte 8 vite më parë, më duket si edhe më shumë, po shpresoj ta këshirim, nëse nuk jam unë, shpresoj që do jetë ndaj tjetër, nuk është problem, kështu që më rëndësi është kombëtarja, kush e jep gollin nuk ka rëndësi, besoj që suksesi kombëtarës është në vend parë e pastaj vend tjetër. 7 vite më përpara ti e humbe Europianin dhe ndoshta kombëtarja është pak në borxh me ty këtë radhë. Tani që jemi shumë afër kualifikimin Europian, ke një ndjesi të veçantë që ky rasti të mos humbet, ndeshja nesër është një mundësi shumë e mirë për t'u afruar dhe për ty personalisht që të shkosh një herë në Europian me Shqipërinë? Ke një ndjesi të veçantë për këtë situatë? Ndjesi të veçantë, të them po edhe atëherë kam qenë në kualifikime, pastaj nuk kam shku në, kështu që nuk e di për atë punë, do shohim në vazhdimsi, po besoj është ndeshje e vështirë, kështu që kemi 3 ndeshje të vështira dhe besoj janë gjithë vendimtare, pastaj të kualifikohemi do të japim maksimumin dhe besoj jo vetëm tek janë ndeshje, po janë edhe 2 tjera që pastaj vinë. Kështu që rrugë për rrugë këshirim ekip për ekip dhe besoj inshallah ja dalë. Kështu që
Buran Beluli prej televizionit Spektri Bujanos. Me qenë se Berat po presim shumë prej teje, nëse ndodhë që sonte të sigurojmë kualifikimin, mund t'i premtosh fëmijëve në Bujanos Preshem, Lugin Preshevës, në ndonjë premtim që do të vish atje për të festuar? Do vi sigurisht që edhe në qofë se është e kundërta, sepse kam akoma gjyshin, kështu që vi me gjithë qef atje me vizitu njerëz të mi, familjen time, dhe herët e fundi kam pas pak ma shumë kohë, se kështu që me fëmija kur bosh pak me familje vetë s'keja shoh, po besoj që do vi rallë, do vi. Dobrý večer, Česká televize se nám může přeložit jednu otázku. Lorenz, asi mluvil hodně o tom, že chybí Ismaili v obraně, tak jak se mu bude hrát bez obvyklého parťáka a jaká euforie teď příští z celého týmu, protože Albánie je hodně blízko historickému postupu. Do të mungoj nesër në krah Ismaili, sa do të ndjesh mungesën e tij, edhe si e vlerëson momentin në cilën ndodhet Shqipëria, cila është shumë një moment i veçantë, shumë afër europianit. Se përgjigje anglisht apo shqip? Shqip. Siç e thashë edhe më herët, besoj që mungesa do jetë e madhe, po siç e thashë edhe më herët, i besojmë çdo lojtar, besoj trajneri merr vendimin e duhur për këtë gjë. Musím se opakovat, jak jsem řekl, bude chybět hodně a to záleží na trenérovi, aby se rozhodoval správně. Përsa i përket afrimit për Evropian, besoj që sigurisht që është një moment i Co se týče situací, ve kterým momentálně jsme, je to jo vetëm nesër ndër vendimtare. Jeden z nejlepších momentů, ve kterým jsme a zítra bych to nenazýval jako nejdůležitější a každý zápas je pro nás důležitý. Hezký večer, Luděk Zelenka, Česká televize a spolupracovník Mladé fronty. Já jsem se chtěl zeptat, jestli trenér Šilhavý, trenér českého týmu, má velký respekt z té atmosféry, která zítra se tady dá očekávat, tak jestli... Respekt të madh për atmosferën e cila pritet të jetë nesër. Jestli to bude vysloveně výhoda albánského týmu, nebo jestli to může být i kontraproduktivní a může ten tlak být příliš velký na to, aby to ty hráči unesli. Doni që do të jetë në favorin tuaj apo do të jetë në disfavor kjo lloj atmosfere dhe në favor të ekipit çek, kjo atmosfere e nesërme? Për atmosferën besoj që ndoshta vetë trajneri nesër mas lojës mund të flasi vetë siç ishte atmosfera në stadium, besoj që duhet ta pritet që të jetë zjarë si që e një popullin shqiptar dhe besoj është një shtesë për ne dhe Co se týče zítřejší atmosféry, bude hodně zajímavá. Zeptejte si trenéra zítra po zápase. Jak já znám, albánský národ bude zítra vynikající. Mirë, kjo ishte pyetja e fundit për Xhimin, cilën do ta lejmë tani të lirë të bashkohet me ekipin. Ne do të vazhdojmë me Xhim. Ne do të vazhdojmë me pyetjet për trajnerin Silvinho. Populli? Okej, mister, është kohë të pyes për formacionin, sepse me gjithë gazetar çek nuk do japësh asnjë indicje. Por duke qenë se kemi ardhur në një fazë finale dhe jemi shumë afër pjesëmarrjes europian, i shikon lojtarët që kanë nevojë për motivim apo thjesht fakti që kemi ardhur deri këtu është motivuese për ta? Ma guarda, come l'ha detto Jimmy anche, noi andiamo a una gara importante, però non la più determinante. La più importante è quella, la determinante no. È una gara difficile, loro sono fisico, una squadra che ha preso 2 gol, ho detto, e non ha perso nessuna partita ancora. Ce l'abbiamo tanto lavoro da fare, tanto sudore, poi siamo assolutamente coscienti dentro di chi ancora mancano 3 finali, i parti domani, la prima. Non sarà una mica facile, per noi siamo preparati. Pra ne kemi përpara 3 finale, nesër do të jetë e para dhe nuk do të jetë as pak e lehtë, por ne jemi gati për të përballur. Siç e tha edhe Xhimshiti,
Ndeshja nesërme me Çekin patjetër që është ndeshje shumë e vështirë, por nuk është as pak ndeshja vendimtare që do të vendos për kualifikimin. Luajnë ndaj një kundërshtari shumë fort fizikisht, që ka pësuar vetëm 2 gola, që nuk ka pësuar akoma asnjë humbje. Kemi shumë punë për të bërë, kemi shumë ders për të hedhur në fushë ndërkohë. Mister, keni më thuaj se që prej përfundimit të ndeshjes me Polonin, që po punoni me anën psikologjike të lojtarëve, që i keni kontaktuar, që keni folur me ta, keni kërkuar që t'jenë të qetë përqendruar, sa ja keni dalë që t'ja arrini në këtë nisëm tuajën për t'i patur lojtarët të përqendruar në ndeshjen me Çekin? Sì, di solito noi facciamo sempre una visita a un calciatore, in questa volta abbiamo fatto Varsovia, Bucci, anche Barcellona, Londra, poi quello è un altro lavoro, è un po' diverso. I ragazzi, ribadisco, noi siamo conscienti di che abbiamo fatto bene fino a qui. La forza di questa squadra è il sudore, è il cuore, è l'anima, è la nostra gente, il nostro campo, quella è la nostra forza. Noi sappiamo, siamo conscienti di tutto quello lì, per quello non ha avuto tanto da lavorare, perché loro sanno, in senso psicologico, fuori sappiamo che esternamente è quello, ragazzi, ci sta, è bello, è una situazione bella dell'Albania, della federazione, della squadra, di tutti noi. Però dentro noi siamo conscienti di che ancora c'è tanto da fare. Atëherë kjo është pjesë e punës tonë, pra të shkuarit për të takuar lojtarët, për të vizituar lojtarët. Në javën e fundit stafi teknik ka bërë disa vizita, ka takuar Muçin në Varshavë, ka qenë në Barcelonë për të takuar lojtarët e tjerë, apo edhe në Londër, por kjo është sigurisht një pjesë e punës stafit teknik. Gjithsesi, thot trajneri, ne jemi ndërgjegjshëm që kemi bërë një paraqitje shumë të mirë deri këtu, por forca e kësaj skuadre, forca e ekipit është shpirti i garës, është zemra që vendosin lojtarët në fushë, sigurisht edhe tifozët. Jemi ndërgjegjshëm që ka shumë entuziazëm jashtë, po themi në opinionin publik, tek tifozët, dhe jemi shumë ndërgjegjshëm me këtë, por t'jeni sigurt që brenda ekipit nuk është shumë problem, nuk kemi pasur shumë punë për të bërë me lojtarët, sepse ata janë gjithë të ndërgjegjshëm dhe janë të motivuar për ndeshje të tilla. Mister, ky grumbullin ka qenë i karakterizuar nga disa probleme shëndetësore të disa lojtarëve apo disa dëmtime të lehta mes tyre, ndoshta nuk e patur për këtë arsye, ndoshta s'ke patur mundësi ti kesh gjithë lojtarët gjithë ditët bashkë. Mes tyre ishte edhe Broja që ka patur një problem sërish me gjurin. Si është gjendja e tij? Dhe atë ka shqetësuar kjo situatë këto ditë për këtë ndeshje, dhe ndoshta është Broja gati nesër për të luajtur që nga minuta e parë. È vero, abbiamo fatto 3 allenamenti, lunedì, martedì, 2, oggi è il terzo mercoledì. Purtroppo devo dare un'informazione che Broja non ce la fa e lui ha un infortunio, ha non se la sente poi, c'è un fastidio lì, fra la nostra parte medica, il dottore Stessina, è stato in contatto anche con il Chelsea, con il dottore del Chelsea, ci hanno parlato fra loro e mi dispiace tanto, però il calciatore domani non te la fa. In questo senso è vero, lui ieri non si è allenato da noi, vediamo, ce l'abbiamo anche uno o altro calciatore che dobbiamo gestire bene per arrivare fino alla fine della gara domani. Per gli altri sono tutti a posto. Giassulla ha rientrato ieri, è tutto a posto, non è un problema lui. Atëherë, sa i përket Brojës, duhet t'jap një lajm të keq. Ai ka bërë vetëm, po themi, ne kemi bërë, ka qenë me skuadrën vetëm për 2 ditë dhe është stërvitur shumë pak. Pas konsultave me mjekun ton të kombëtares, kemi qenë kontakt vazhdueshëm me mjekët e Chelsea, ai ka një problem, ka një ndjenjë shqetësim fizik dhe nuk do të mund të jetë i gatshëm nesër për ndeshje, nuk ja del dot. Por gjithsesi kemi edhe lojtarë tjerë të cilët duhet t'i vlerësojmë për sa i përket gjendjes tyre, ndërsa për sa i përket Xhasulës, Xhasula erdhi, kemi bërë kontrollet tona, testet tona dhe është okay, është gati për të luajtur. Krist. Mister, a është kjo ndeshja jote më e rëndësishme si trajner? Si mposhten çekët?
tutte le gare sono difficili, sono importanti. Domani è la più importante. Se parliamo il short moment, sì, domani è una partita importante, sappiamo, non determinanti. Novembre si decide tutto, per loro, per noi, per tutti. Però dobbiamo andare indietro da punti, dobbiamo punteggiare, fare la nostra parte. Quanto riguarda la gara più importante per me come allenatore, penso che sì, una di loro lì, una di questa, però stiamo uguali a tutte le altre. Pra kjo është ndeshje që unë menaxhoj njësoj si gjitha ndeshjet e tjera, por të gjitha ndeshjet janë vështira. Nëse flasim për kohën e tashme, pra sigurisht që kjo është ndeshja më e rëndësishme për mua si trajner, por sigurisht nuk është as pak vendimtare, sepse siç e kemi thënë në nëntor do të vendoset kualifikimi dhe ne atëherë do të flasim për llogaritë që duhet bëjmë. Sigurisht na duhen pikë, duhet marrim pikë dhe ne duhet të bëjmë maksimumin për të arritur kësaj. Edhe për mua si trajner patjetër që kjo është një nga ndeshjet më të rëndësishme që kam pasur. Mister, kjo është një ndeshje ku tifozët do shtynë me forcë sepse kërkojnë fitoren, është një ndeshje që duhet ta fitojnë, lojtarët duan ta fitojnë, po ndoshta logjika thret për diçka tjetër. Cili do të jetë stili lojës që ne do të bëjmë? Do ta presim kundërshtarin, do tentojmë ta imponojmë lojën tonë, duke ditur edhe faktin që ju e thoni shumë shpesh janë skuadër fizike, dhe një skuadër fizike ndoshta lodhet më tepër pa topin në këmbë. Rispondo con l'aspettativa del tifosi. Noi in campo andiamo con cuore, con anima, con forza, con sudore, noi andiamo fuori in questo senso. Dopo, tatticamente o qualcuna cosa, quanto riguarda le strategie di gioco, è più o meno la prima, perché dopo non si cambiano tanto i calciatori, ogni squadra c'è un DNA. Io ho sentito anche da parte loro l'elogio poi cose importanti delle nostre squadre. Loro è vero, è una squadra fisica, forte, calciatori di 1,90, arrivano in area con 5-6 calciatori, le piace tantissimo, transizioni, dopo lì ci gestiamo, dobbiamo preparare bene la gara, però importante anche è questa parte, ripresentare i nostri tifosi bene, con cuore, con anima, con sudori, e quello non ci mancherà. Është shumë e rëndësishme që ne tregojmë shpirtin dhe zemrën në fushë, sidomos për tifozët tanë, dhe t'jeni të sigurt që kjo nuk do mungoj as pak, sepse kjo është forca e kësaj skuadre. Pra të hyjnë në fushën e lojës dhe të luajnë çdo ndeshje me zemër dhe me shpirt, por edhe të djersisë në maksimum. Sigurisht nëse flasim për aspektin taktik, strategjia e lojës ndoshta mund të jetë pak a shumë e njëjtë me atë të parën, sepse nuk mund të ketë ndryshime edhe sepse një skuadër ka DNA-n e saj. Sigurisht ata janë të fortë, Çekia ka një skuadër shumë fortë, bëjnë zbritje, janë shumë fortë në tranzicion, bëjnë zbritje në zonë 5-6 lojtarë dhe mund të jenë shumë të rrezikshëm sidomos te goditjet standarde apo te krosimet, kështu që duhet ta përgatisim shumë mirë këtë ndeshje. Mister, thatë që ndeshja është shumë e rëndësishme, por jo determinante. Nëse është shumë e rëndësishme nisur nga klasifikimi i grupit, do të thotë që është determinante, mos do të largosh presionin nga skuadra? No, io penso la squadra è consciente di che deve fare, e dopo quando dico che importante è perché il prossimo passaggio è domani, però se facciamo conti e andiamo lì è novembre, può succedere tutto una gara domani, può succedere tutto, come Polonia, come noi là in Praga, che alla fine loro hanno fatto benissimo, una squadra fisica, pareggiamo e l'ultimo minuto lì, mancavano 5 minuti, in un contrapiedi eravamo per 1-2, non dico che meritavamo, no, dico che era la gara. In questa gara può succedere tutto, per me dobbiamo andare forte al campo e prendere i punti. Se possiamo il 3, ma certamente.
Però determinanti sarà a novembre, che lì si fa il conto se è sì o no. Domani è una gara importante. Pra vendimtare do të jetë në nëntori, kur do të vendoset gjithçka për sa i përket kualifikimit, por nuk mund të them që kjo ndeshje nesër do të jetë ajo që vendos gjithçka. Gjithsesi, ekipi është i ndërgjegjshëm për situatën në cilën ndodhemi dhe për pritshmëritë që janë. Them është një ndeshje shumë e rëndësishme nesër, sepse siç e tham llogarit do t'i bëjmë në nëntor, kam parasysh ndeshje me Polonin apo me Çekinë në Prag, kur ne arritëm të barazoni për minutët e fundit, ndoshta edhe mund ta kishim shënuar, mund të kishim fituar atë ndeshje, ndoshta nuk po them që e meritonin, por nuk mund të parashikosh kurrë një ndeshje, dhe ndeshja e nesërme mund të ketë gjitha brenda, mund ndodhi gjithçka. Enrico Gaba, Euronews Albania. Mister, çfarë ndryshimi ka sa i përket aspektit psikologjik? Shqipëri Çeki nga ajo e pak javë parë me Shqipërisë dhe Çekisë, dhe në cilin anë e shihni se rëndon presioni? Cambia due cose. Giochiamo a casa e la seconda è che rimani due. Là ancora era la quarta, dopo quinta Polonia a casa, adesso mancavano 3, adesso giochiamo a casa e mancano 2. Quello è praticamente la differenza. Dopo noi abbiamo calciatori, ragazzi esperienti, anche Jimmy, Zai, Verish, Stracoscia, calciatori che sono molto abituati con questa gara, che sono bella, e mi fa un piacere che dall'altra parte la gente già riconosce anche calciatori come Usuni, Seferi, Mucci, Bairami, Asani. Poi mi fa un grosso piacere che poi dall'altra parte la gente dice: guarda, questa è una squadra con valore individuale di calciatore, è una squadra organizzata, tutto quello mi fa un grossissimo piacere. Però lo so che non fa parte un po' della domanda, però volevo anche dire. Poi andiamo in campo e può succedere tutto. Dall'altra parte c'è Crash, Soce, Jurasek, Kofa, Scava ancora, poi ai calciatori forti di tutte e due parti. Andiamo a vedere una gara importante e bella domani. Pra nesër do të shohim ndeshje shumë të bukur. Gjërat që ndryshojnë krahasim me ndeshjen e parë është sepse ne ndryshon në 2 gjëra, sepse luajmë në shtëpi dhe kanë mbetur edhe 2 ndeshje për të luajtur flasim pas Çekisë. Dhe sigurisht kjo ishte pjesa që ndryshon krahasuar me ndeshjen e parë të Pragës. Por dua të theksoj që ne kemi lojtarë shumë të rëndësishëm, cilët janë mësuar të luajnë me nivele kaq të larta presioni, si Xhimshiti, Ysaj apo edhe shumë të tjerë, Strakosha. Kështu që ndihem mirë për këtë fakt, edhe ndihem mirë për faktin që edhe njerëzit apo tifozët, opinioni ka besim edhe ka shumë mbështetje për lojtarë si Uzuni, për Muçin, për Hasanin, dhe kjo më jep kënaqësi sepse ne kemi vërtet lojtarë me shumë vlera. Por kemi parasysh që nesër do të luajmë ndaj një skuadre shumë të fortë që ka në përbërje lojtarë si Suçek, si Klankara, Kufal, dhe do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Përshëndetje, Arlin Sadiku, Art Motion, Kosovë. Pyetje për trajnerin, ka pasur një valë të re të futbollistëve nga Kosova që kanë ardhur së fundi, Daku, po ashtu Muja. Sa është e rëndësishme kjo pjesë e futbollistëve që vinë nga Kosova te Shqipëria, dhe a do të vazhdoj kërkesa e stafit të trajnerëve për të ardhur lojtarë të tjerë nga Kosova te Shqipëria? A do të ketë? Ma guarda, io in questo momento sono con una testa molto giusta in una gara. Noi abbiamo calciatori già un'altra volta di Kosovo, Macedonia, quello di tutta la nostra storia qua in Albania. Io al calciatore non lo guardo, in fascia in questo senso. Se c'è un calciatore in grado di giocare da noi, che la sente, welcome. Poi in questo momento non ci penso neanche andare in un'altra parte. Sì, c'è un progetto da rivedere tantissimi calciatori, però parlo già in Albania, fuori, all'estero, però
non mi preoccupa più, sono calciatori forti che arrivano, che hanno arrivato e stanno facendo benissimo da noi. Pra nëse flasim për lojtarët e fundit që kanë mbërritur në kombëtar, janë lojtarë shumë mirë dhe që po bëjnë shumë mirë me Shqipërinë aktualisht, por sigurisht që theksi në këtë moment është tek ndeshja me Çekin dhe te asgjë tjetër. Por ne nuk kemi thjesht lojtarë që vinë nga Kosova, kemi lojtarë që vinë nga Maqedonia apo dhe nga vendet e tjera. Për mua pak rëndësi ka se nga është origjina e një futbollisti. Nëse një futbollist kërkon të luajë me Shqipërinë, domethënë edhe ka cilësitë e duhura, sigurisht që do të jetë janë të mirëpritur dhe do të jenë gjithmonë të mirëpritur. Por aktualisht mendojmë vetëm për ndeshjen me Çekin dhe nuk kemi ndonjë program për lojtarë të tjerë. Luděk Zelenka, Česká televize. V koncovce zápasu bude stav nerozhodný. Bude pro vás jeden bod z toho duelu taky dobrý, nebo budete hrát až do konce na 3 body i s tím rizikem, že třeba prohrajete? A podotázka jenom, jestli má šanci na základní sestavu spartianský záložník Kazim Laçi. Nëse rezultati do të ishte barazim, do të ishte e kënaqshme për ju, apo do të luani deri në fund duke marrë përsipër dhe rrezikun që mund t'ju vi për 3 pikë? Se non vincono la gara, il pareggio ci sta. Dobbiamo andare per vincere. Jestli vyhrají ten zápas, my jdeme tam vyhrát, takže otázka je, my uděláme všechno pro to, jako, a jestli české mužstvo bude chtít jakoby vyhrát, tak vyhraje. Pyetja e dytë është në qoftë se do të kishte e pyetjes parë është që sigurisht që nëse nuk do të arrijmë të fitojmë nesër, do të isha i kënaqur edhe me një barazim, por sigurisht që ne luajmë për fitore. Ještě jednou opakuju, takže to by byla jakoby pro nás, plikta by byla jako samozřejmě jako uspokojila by nás, ale budeme hrát na vítězství. Pyetja e dytë ishte në qoftë se mes fushori i ekipit të Spartës Pragës, Laçi, ka shanse që të jetë nesër formacion? Guarda, ancora non abbiamo la formazione, praticamente 80% della squadra sì, però mancano 2 o 3 calciatori da vedere. Domani mattina ancora abbiamo un sveglio muscolare, decidiamo domani, forse, vediamo. Atëherë, për sa i përket pyetjes për Laçin, ende nuk e kemi vendosur formacionin, si zakonisht, mund të them që rreth 80% e kemi vendosur në kokën tonë, por sigurisht që kemi ende për të parë edhe nesër gjendjen e lojtarëve dhe pastaj do të vendosim, ndoshta edhe shohim Laçin fush, por akoma nuk kemi vendosur asgjë. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Co se tiče Laçio, 80% sestavi máme, jakoby, ale nejsme úplně rozhodli, máme tam nějaký drobný problémy, drobný zranění hráči, takže tohle z nás vázne, aby jsme si prostě byli 100% do poslední chvíli. Tak děkujeme moc, to bylo vše pro dnešek. Shumë faleminderit edhe punë të mbarë, mbyllim këtë konferencë. Certo.